me praktiku diçka prej suneteve, për shkak të angazhimit në mbajtjen e fëmisë edhe kujtesjes për burrin edhe për familjen, me siguri ka shpërblimin sikurse dikush që i fal komplet sunetet. Se për shkak të angazhimit, shumë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nona jon radhiyallahu ta'ala anha, nuk ka mujt për shkak se u angazhu me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mujt me i kompenzu ditë Ramazan që i kanë mirë para xhiru për shkak të hajdhit, të menstruacioneve, deri në Shaban, deri muajin para Ramazanit. Mas 8 muajve i ka kompenzuar. Pse? I ka dhënë gati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është kujdes për ta sallallahu alaihi wasallam, është angazhuar me ta. Nuk ka gjë të keqe. Kur kuptojmë për punë të gratë, vllazëri do të mirë, do të më pas kujdes davetin e grave. Daveti i grave, thirrja e grave, mësimi që i bëhet grave është shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Nëse fëmijët tonë edukohen për grave, burrat këtë kohën jenë jashtë shtëpisë edhe nuk janë, do të pas shumë kujdes edhe do të më mundu shumë që me mësu gratë tona, qikat tona, me mësu fenë Allahut subhanahu wa taala dhe me bë organizime për to, që të ruhet feja Allahut subhanahu wa taala. Kjo bile është një poresi që na ka dhënë kur ishte në Kosovë shefën më shhur të Hasan, Al-Salman Allah e rujt, një penzan Sheh Albani tha, unë shoha në shoqërinë e ju thotë që duhet me bë shumë davet te gratë. Me bë shumë davet te gratë, shumë thirrje në Islam për te gratë. Nga se shoqëria e fortë forcohet kur grata ose shoqëria të kopra për fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe mos harroni që në Islam njeri i parë që ka pranuar në Islamin ka qenë Khadija, ka qenë ndruar. Njeri i parë që ka pranuar Islamin u ka ndru, Khadija radhiyallahu ta'ala. Njeri i parë që ka ra shahid fi sabilillah u ka Sumeja nana Ammarit. Ndru. Prej ulemave më të mëdhenj të Islamit u ka Aisha radhiyallahu anha ndru. Do të me pas shumë kujdes, më kujdes për davetin e grave.